Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Do të flasim pak tani për fermën VIP. Ferma VIP ka filluar që të merr një vëmendje të jashtëzakonshme tek publiku shqiptar. Banorët brenda tashmë kanë filluar që të ndjejnë atë luftën e madhe të lojës, ka filluar të rritet tensioni. Mendoj që ato afrimitetet e para, respektet e para, shoqëritë e para të cilat u krijuan brenda kësaj ferme, siç duket në thelb tani më po armiqësohen dhe nuk po gjejnë dot më rrugën e parë me njëri tjetrin. Sonte është prajmi i radhës, është paralajmëruar një prajm shumë dinamik, është paralajmëruar një prajm shumë i nxehtë dhe mbi të gjitha është paralajmëruar që do të ketë penalitete. Duke e kuptuar se për çfarë produksioni bëhet fjalë, sepse në reality show të këtill produksioni ka një vend të rëndësishëm, ferma VIP siç duket nuk i ka mbajtur banorët brenda asaj shtëpie, duke thyer rregullat e votimit të shqiptarëve. Për shembull, nëse do të flasim për Akilin, një banor jashtëzakonisht i rëndësishëm, një personazh që në fakt krijonte dinamika interesante, krijonte luftra interesante brenda në ferm. Tani po të bëjmë një krahasim për shembull me Bigun, po të ishte në Big Brother do të ishte pjesë e spektaklit sepse personazhe si Akili i duan dhe e marrin atë më të mirën e tyre. Domethënë kjo është një. Tani e dyta, Klodi, i larguar nga ferma VIP me votat e publikut gjithmonë, domethënë ishte një personazh që krijoi një pol të kundërt me Mimozën, me personazhen që më shumë t'i komentohet. Do të themi një krahasim për shembull ta bëjmë Olta me Luizin apo qoftë vitin e kaluar personazhe të ndryshëm që kanë qenë kundër Gjestit, Xhibani etj etj. Në Top Channel apo thon shqip për shembull Rogerti dhe Selin, në Top Channel arritën që t'i mbajnë për të krijuar dinamik dhe për të krijuar debate, ndërsa ferma është duke i nxjerr banorët ashtu siç ndodh votimi nga jashtë. Domethënë nuk e ka interesin e klikimeve. Tani, Fabiola është një nga banorët e cila ka thyer çdo rregull. Jemi në disa pikpyetje. Kemi të bëjmë me një vajzë e cila ka vërtet një gjindosje brenda vetes së saj, do të thënë është e sëmurë nga xhinët, apo thjesht është duke luajtur një strategji interesante brenda në ferm. Fabiola ka ngritur një pikpyetje shumë të madhe për shëndetin të saj, si mendor, si psikologjik, si shpirtëror dhe asaj që në fakt po përjeton, e mbyllur në një dhomë vetme e dënuar nga agaj për thyrjen e rregullave kryesore, një ndër rregullat më kyçe siç është mikrofoni, që do të thënë mikrofoni nuk duhet të mbyllet në asnjë mënyrë në asnjë nga platformat, si në Big Brother, si në Fair. Fabiola ka marrë dënimin e saj, do të thënë Fabiola aktualisht ndodhet në shtëpinë apo në dhomën më të keqme, dhomën e fakirit. Dhe brenda kësaj dhome, gjatë orëve të para të mëngjesit, Fabiola ka bërë ca lëvizje sikur po flet me dikë, por realisht do të thënë para saj është kamera, në kupton që ajo po bën një lloj komunikimi me kamerën. Tani, ka dy pikpyetje këtu. Unë këto lloj veprime të Fabiolës nuk i kam parë për shembull në shtëpinë e madhe të fermës, nuk kam parë veprime të këtilla, nuk kam parë lëvizje të këtilla, nuk kam parë biseda të këtilla që Fabiola të bënte gjatë gjithë natës me një person që mund të ishte shpirtërisht brenda në këtë fermë, ëh, domethënë te i kalojmë përtej normalitetit në këtë drejtim. Unë mendoj që për të marrë vëmendjen e të gjithë audiencës, për ta shndruar fermën një pikpyetje të madhe, Fabiola i ka bërë këto lëvizje sikur është e xhindosur dhe është duke folur me një xhin i cili ka hyrë në shpirtin e saj dhe një magji që në fakt rrotullohet në ferm. Unë kështu e shoh, domethënë e shoh një strategji të një lojtares shumë stratege, e cila në të gjitha dimensionet, në të gjitha format e saj, do të arrije të merr vëmendjen e publikut. Domethënë Fabiola ka arritur ta merr vëmendjen.
Kjo gjëja sonte do të shqyrtohet, jam i bindur, në prajmin të cilin e presim, domethënë do të komentohet si gjë, do të shohim se çfarë qëndrime do të kenë opinionistët rreth shpjegimit të kësaj gjëje dhe çfarë do të shpjegon Fabiola. A do ta tregon që ky është një mision i saj dhe një lojë e saj që është duke e përdorur brenda shtëpisë së Big Brotherit për të ngritur pikpyetje tek banorët dhe për ta marrë vëmendjen, domethënë është një strategje në lojë, apo thjesht ajo ka një problem të cilin nuk e ka shprehur deri më tani, por qëndrimet brenda shtëpisë së fermës e kanë bërë Fabiolën që të del domethënë në këtë drejtimin që ajo ka dalë apo në këtë dimensionin që ajo ka dalë, sepse biseda shpirtërore, sidomos me shpirtra të tillë, është dimension më vete. Ka ngritur shqetësim, sidomos te publiku, domethënë e kanë komentuar sot shumë dhe pritet që Agai të merr një vendim sepse Fabiola ka thyer edhe rregullat, ndërto kanë thyer rregullat Adioni, ka thyer rregullat edhe Gresa që kanë ikur kanë vizituar Fabiolën tek shtëpia e Fakirit, që në fakt në zarfin i cili ka mbritur brenda në shtëpi nga Agai ka qenë ndaluar rreptësisht që domethënë të vizitohet Fabiola brenda në shtëpinë e Fakirit. Së dyti është Vanesa që në fakt ka ngritur pikpyetje të mëdha rreth publikut për marrëdhënien e saj, për ndjesitë që ajo i ka krijuar me dashurinë e saj që tashmë po e përjeton, domethënë me Indrin. Ajo ka thënë në një podcast organizuar nga Agai që Indri nuk është puthja ime e parë këtu brenda në Buzë, që domethënë ajo ka ngritur pikpyetje dhe e shoh që është një vajzë shumë stratege dhe ka një strategji shumë të fortë, sepse në fund të ditës, momentin që ajo do ta sqaron se për çfarë puthje domethënë është bërë fjala, do të tregon që ka qenë vëllau i saj, nuk ka patur të bënë domethënë me diçka tjetër. Fabiola ka domethënë falni Vanesa ka ngritur një lloj pikpyetje që publiku tashmë amencon se kush ka qenë puthja tjetër, nuk ka patur një puthje tjetër me mashkull brenda në fermë, këtë gjë e di shumë mirë sepse e kam ndjekur, domethënë ka qenë puthja në Buzë me vëllaun e saj. Ndoshta ka dashur që të bëj një krahasim që domethënë vllau im dhe Indri janë dy njerëz të rëndësishëm në jetën time tashmë dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Dhe më pas domethënë kemi dhe Mimozën, e cila ka qenë kohëve të fundit shumë e komentuar në rrjete dhe pas një reagimi që në fakt është bërë kundër drejt saj për presionin e madh të ushtruar, për luftën e madhe që ushtrohet kundër drejt Mimozës nga inati, mlefi, të paktën kështu e kanë quajtur, të disa nga banorëve. Domethënë sidomos Adioni ka qenë shumë në qendër të vëmendjes për veprimet që ka bërë së fundmi me Mimozën, veprime që në fakt nuk janë pëlqyer dhe nuk janë duar trokitur fare nga publiku. Domethënë kemi se çfarë të shohim sonte, ka shumë diskutime, pritet që shumë vendime domethënë të merren nga Agai në këtë drejtim, që janë vendime shumë serioze, që do të binë edhe, domethënë do të sjellin ato gjërat më interesante brenda në fermë dhe do të jetohet jashtëzakonisht bukur në fermë me lojrat që do të bëhen. Domethënë sonte pritet të jetë një prime i nxehtë, një prime me diskutime dhe me debate shumë të forta. E ndjekim prime-in e natës së sotme.